që sot jeni në Bashkinë e Kamzës. Realisht kam nderin dhe privilegjin të prezantoj dhe të komunikojmë me skuadrën e Zerfix, ku fatmirësisht dhe kemi një skuadër jo vetëm të motivuar, por të trajnuar dhe gjatë gjithë periudhës nuk kanë dhënë vetëm ndihmën e shpejtë ras në fikën e zjarrit në territorin e Bashkisë së Kamzës, por kanë qenë përfshirë edhe në bashki të tjera dhe ajo që ne që në momentin e parë që ngritëm të skuadër, sepse nëse kthehemi pak në kohë në timin 19-ën, Kamza nuk kishte as Zerfikse. Ne mos gabojmë, kemi sot 5 Zerfikse, kemi edhe shkallët deri në katër e nantë dhe pjesa uniformave i kemi pajisur për të siguruar se fundja funit nëse këto djem shkojnë për të shpëtuar jetë njerëzish, po do të mendojmë dhe për jetën e tyre, që të kemë të gjitha pajisjet dhe në munduar të kompletuar, po gjë me bukur dhe me mirë atyra që punojnë si një skuadër në mbështetjen e njëri tjetrit dhe si djem janë të motivuar dhe të trajnuar. Unë kam nderin dhe privilegjin që sot jemi si ministër dhe do përshëndes normalisht dhe nisim në fundit të kryeministrit, që është gjë shumë e bukur, shumë e duhur, por shpërblimet që do marrin punonjësit e policisë do tregon që kryeministri mendon edhe për Zerfix në gjithë Shqipërinë dhe vetëm në Kamës, se kjo është gjë më e duhur dhe unë ju falenderoj dhe kam pas nderin dhe privilegjin që të bashkëpunoj me ju dhe sa herë që vdi realisht këtu vim në dëshirë shumë të madhe për vetë faktin për punën që ju bani atë punën fisnike që bani çdo ditë. Me të vërtetë është punë e vështirë, po pas merrni atë feedbackun pozitiv ku shpëtoni jetë njerëzish. Dhe është pasuria jashtëzakonshme individuale për ju dhe kënaqësia shpirtërore që ju ndjeni ku jeni të ndihmë që në momentin e parë. Faleminderit kryetar, përshëndetje të gjithëve. Në fakt ne takuam bashkërisht edhe më bëri një ftesë kryetarin, tha hajde shiko sa model e kam ngritur dhe e kam në funksionim shërbimin e Zerfixit në Bashkinë e Kamzës. Dhe vërtet në fakt tani që u shoh, jam e qartë të bitëm që ka shumë drejt, por vetë fakti që shoh që jeni me dëshirën e madhe për të kontribuar në një mision që është sa fisnik aq edhe i vështirë. Në fakt unë do të bëj një tur takimesh dhe më vjen mirë që e nisa nga Bashkia e Kamzës, sepse jo vetëm modeli që përçoni dhe për cilin më kanë folur shumë, po edhe puna që keni bërë edhe gjatë këtij sezoni që kaluam. Me mbi 56 misione të shpëtimit në të cilat u angazhuat edhe ju vetë, tregon që vërtet jeni në lartësinë e duhur. Të krijuar një mekanizëm i cili koordinon burimet kryesore në territor, por edhe rialokon fondet ashtu sipas kërkesave dhe nevojave, do ta ngrejmë në një nivel tjetër të gjithë organizimin e shërbimit të Afrikës. Patjetër, duke vendosur shërbimin në bashki të domosdoshme për ato që thash, për shërbimet e përditshme të komuniteteve dhe nevojave urbane, por vjen puna tek niveli kombëtar, ai duhet me patjetër të riorganizohet. Sot ne kemi një infrastrukturë dhe mjetet të fundit. A dhe ishin të mundura kjo infrastrukturë pa mbështetjen e kryeministrit? Kjo e pamundur. E para, e dyta, është shumë e rëndësishme që ta vlerësoj, se kam e mirë drejtori, ullet një ministri për diskutuar dhe nga afër jo thjesht problematikat, por para për të parë një skuadër sa motivuar është, sa me dëshirë ban dhe sa pasion e ka atë punë. Jo pa qëllim unë kam zgjedhur sot që të jemi në kamp, sepse kemi një bashki model, tu nuk kam ardhur për të bërë komplimente, por është model, se jam një nga shefët e sektorit që kam ndjekur për shumë vite me radhë ngjarjet dhe gjitha problematikat, një bashki që nuk kishte një stacion Zerfix, por bën me 2 stacione Zerfix, ka një shërbim solid, ka një ushtri, po themi, të cilët duke mos patur asnjë metër katror pyje në territorin e saj, ka bredhur si vitin e kaluar dhe këtë vit në gjithë Shqipërinë kanë qenë të gatshëm 24 orë në 7 ditë të javës për të dhënë ndihmën në çdo bashki
tyre. Dhe vërtet kanë qenë një model i për të marrë dhe kryetari i bashkisë është një model për të marrë në fakt, sepse të ndërtosh stacionin zjarfikse një kohë shumë shkurtër, të cilës ka mjete, të cilat kanë parametrat e duhura në standardi evropian. Mes që së bashku bëjmë gjëra shumë të mira, ashtu siç e thatë tu, ka një brumë të mirë, njerëzit të bashkuar, dije, eksperiencë, profesionalizëm, vite përvojë pune, edhe ka dishmëri, kështu që le ta nisim nga këtu këtë partneritetin së bashku për ta çuar në një nivel tjetër shërbimin e zjarfikës që është aq shumë i nevojshëm, aq shumë i domosdoshëm. Dhe do ta mbytur ju thënë një falënderim nga zemra për gjithçka bëni, për shembull që tregoni në komunitet dhe patjetër edhe për modelin e mirë që keni krijuar këtu, fal kryetarit të bashkisë, fal drejtorit, fal drejtuesve, po një gjitha fal jush. Edhe për veshjet e posaçme.